zanatin e Nuk i dija se sot e kom po edhe nëpërmjet mjeteve të informimit që krye Peshkupi Nikola Gjufra, që është mik i yt edhe imi, ka edhe vizitë zyrtare, prandaj edhe kom sjell këtu. Është atje pranë varrit të komandon legjendara Demja Shari dhe mos t'i penguj. Faleminderit për të surprizë. Faleminderit shumë. E di që e ki shumë mek edhe Shumë faleminderit për të surprizë. Faleminderit. Në një shtëpi të vjetër, njëna në Kosovare, e kish marrë një letër me shkronja të kuqe, është mbush letra e bar. Nana ime dashur, përshëndes me bahunan e fortë, mos që t'londa sy, ma i fort se burgu, është bo djali yt. Edhe pse kët letër, po e shkruj nerësi, gëzohem që lexohet drit Kosovës Mos kërëm t'i vendos lule o se po besoj që Esia thash do të surprizor nga shërësi. Vekimet e zotit si jeni. Edhe për juve si jeni ndëruar si si kalove. Faleminderit shumë. Jeni din. Falenderoj sa të rinë që nga dojtë të përrisek, nuk e dhjetë, të dhjetë. Tani pas vekimit tuaj. Po e informova në jetin më herët, edhe po besoj që... Më duke se kanë dalë kështu tash për t'ju penguar. Ja, s'ka problem. Vendosim lulet pas... Të vendos dhe ajeti lulet edhe po. Akrisën me pushknan, krushit e liris, apa dasëm t'madhe, zemër shqipëris. Ata që t'jerdin gjakun për atë. A u punora, dëshmorve në vare, Sofim paruar. a je hojnë Kosovë, ka nga jonë Lavditja Demja Shari. Deshti zoti nane, e gjeta një që kjo cope letrës. Lavdi gjithë dëshmorëve ata që kanë delur gjakin për adhesh në thoni nuk kanë vdekur për kanë linë. Kanë linë për sëri. Shumë bukur e kanë qështë. Dy fjalë, Peshkup edhe mos i takume edhe me që është vizita jote e parë zyrtare në vendin tonë të shenjtë, se kjo është vend i shenjtë për neve shqiptarët. Për të gjithë ne, për shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, patjetër ne kemi besimin te Perëndia te Zoti, edhe kemi vendet tona të shenjtë.